Vlerësimi dhe respekti tek I dërguari, paqja qoftë mbi të. Pasi ju shfaq Gjibrili, paqja Allahut qoftë mbi të, për herë të parë, profeti, paqja qoftë mbi të, nuk e publikoi misionin me të cilin e kishte dërguar Zoti, përveç se me njerëzit më të afërt. 3 vjet më vonë, profeti, paqja qoftë mbi të, urdhërohet që mesazhin hyjnor t'ia përcjell farefisit më të afërt. Paralajmëroje farefisin tënd më të afërt. Menjëherë, profeti, paqja qoftë mbi të, mblodhi xhaxhallarët, hallat e kushrinjt dhe u tha: Pasha Zotin, nëse të gjithë njerëzit I çorientoj, me ju nuk e bëj dot. Nëse të gjithë njerëzit I gënjej, me ju nuk e bëj dot këtë. Dijeni se unë jam dërguar nga Zoti që t'ju paralajmëroj për ndëshkimin e ditës së gjykimit. Kush për jush mi jep besën dhe bëhet musliman? Të gjithë të afërmit heshtën dhe askush nuk ja zgjati dorën. Në një moment, ngrihet Aliu që aso kohë ishte 10 vjeç dhe I thot: Unë të jep besën time si musliman. Gjithë të pranishmit shpërthyen në të qeshur. Vallë, si do të reagonte profeti, paqja qoftë mbi të? Me standardet e kohës, ai ishte një kalamaj I papjekur, që nuk merrte vesh nga këtë punë. Megjithatë, profeti, paqja qoftë mbi të, krejt serioz, I zgjati dorën dhe I tha: Po, Ali, a jep besën. Një vlerësim I tillë I profetit, paqja qoftë mbi të, në ato çaste, padyshim ka pasur ndikim të konsiderueshëm në formimin e personalitetit të Aliut. Vetëm me një edukim të tillë mund të zhvillohemi. Një vlerësim dhe respekt I tillë e shndroi Aliu në heroin që njohim, I cili arriti të marrë vend banimet e Hajberit dhe më vonë arriti të bëhet prisi I besimtarëve. Profeti Muhammed, paqja qoftë mbi të, I thoshte Aliut: Për mua ti je siç është Haruni për Musain, paqja Allahut qoftë mbi të. Ai korri suksesën në jetë sepse ishte vlerësuar dhe respektuar që në vegjëli. Dije o baba dhe o nën se një fëmijë I respektuar dhe I vlerësuar për jush kur nuk do të shkëputet dot për jush. Ai do të ketë gjithmonë nevojë për prehrin familjar. Është ndjeri I respektuar dhe I vlerësuar. Ajo është një ndjenjë dhe nevojë e fuqishme e cila nëse nuk përmbushet në familje, fëmia do ta kërkojë ta përmbushë me shokët ose me dikë tjetër. Nëse një student apo nxënës është I lidhur pas mësuesit apo trajnerit, dije se pas kësaj lidhje të ngushtë qëndron vlerësimi dhe respekti. Përse pret ti o prind që nevojat shpirtërore dhe emocionale të djalit tënd ti plotësoj mësuesi, trajneri apo kusht tjetër? Kishte vajza 10 vjeçare, të cilat e merrnin të dërguarin, paqja qoftë mbi të, për dore dhe me të shkonin në treg për të blerë gjërat e nevojshme. Profeti, paqja qoftë mbi të, nuk u aprishte qefin dhe I ndiqte deri në fund, edhe pse ato ishin vajzat vogla. Ai I respektonte dhe I vlerësonte në maksimum, pasi I kuptonte nevojat e tyre emocionale. Por dikush mund të thotë se kjo ndodhte me të rinjtë e të rejat që e njihnin dhe I njihte, pasi ishin komshi dhe jetonin në një qytet vogël. Le të marrim një shembull dhe rast tjetër, dhe një djali që profeti, paqja qoftë mbi të, nuk e kishte parë kurrë më parë. Tregon Ebu Ruf'a el-Adili: Aso kohë unë nuk isha musliman dhe nuk kisha siguri nëse Islami ishte feja e drejtë. Për të siguruar, vajten me din që të pyesja dhe të mblidhja informacion. Kur hyra në xhami, profeti, paqja qoftë mbi të, ishte duke predikuar. Unë ju drejtova me fjalët: O Muhammed, një iri I huaj për veten ka ardhur të të pyes për fen pasi nuk e di cila është feja e tij. Ky djalë kishte hyrë në xhami dhe I kishte prerë fjalën profetit, paqja qoftë mbi të, ndërkohë që ai po predikonte para shokëve dhe muslimanëve. Mos duhet I jepte një mësim të mirë profeti, paqja qoftë mbi të, që të mësonte të mos ndërpriste dikë kur është duke folur, apo duhet ta injoronte dhe të mos I kushtonte vëmendje. Tregon vet djali në fjalë: I dërguari, paqja qoftë mbi të, më pa në sy dhe e kuptoi se po flisja seriozisht.
Le ta ndërpresim për pak në mes fjalën e këtij djaloshi dhe të imagjinojmë se si ka reaguar profeti paqja qoftë mbi të. Akoma pa i lexuar rreshtat në vazhdim, përpiquni të imagjinoni si mund të jetë përgjigjur profeti paqja qoftë mbi të. Çfarë duhet t'i ketë thënë dhe si ka reaguar. Profeti paqja qoftë mbi të zbriti nga foltorja ku po fliste, ju afrua dhe tha: "Më sillni diçka për të ulur", tregon djaloshi. Ai filloi të më mësoi, sa kaq gjithë të tjerët dëgjonin. Mandej ai më pyeti: "A e kuptove tani?" Pra, profeti paqja qoftë mbi të thjesht ndryshoi vendin e predikimit nga foltorja për te vendi ku ndodhi djaloshi, asgjë e pazakont. Djaloshi ju përgjigj: "Po, i dërguari i Allah." Mandej ai u largua dhe u ngjit në foltorën e tij, prej ku vazhdoi predikimin e mbetur. Një nga sahabët e profetit paqja qoftë mbi të tregon: "Kur isha i ri, kam qenë i fuqishëm dhe gjithë muskuj. Gjatë haxhit, njerëzit e kishin rrethuar profetin paqja qoftë mbi të nga të katër anët dhe shtyeshin kush e kush ta takojë dhe ta përshëndes. Ebu Bekri, Umeri dhe Ali ibn Abi Talibi orvateshin që t'i largonin disa njerëz me qëllim që të kalonte deveja e profetit paqja qoftë mbi të. Duke dashur që ta takojë edhe unë profetin paqja qoftë mbi të, u turra mes njerëzve. Me të më dalluar profeti paqja qoftë mbi të u tha: "Lëreni." Kur u afrova pranë deves, e kapa nga kapistalli dhe fillova të çaj turmën. Sa kaq, sa herë që profetit paqja qoftë mbi të i jepej rasti, më rrihte shpatullat. Me këtë sikur profeti paqja qoftë mbi të i thoshte: "Ti je djalë i ri, plot vlera dhe duhet të respektohesh." Unë ndjej sikur disa prindër më thonë: "Po, por ti nuk i njeh fëmijët tanë me të cilët respekti dhe vlerësimi nuk bëjnë fajde." Fjalë të tilla unë nuk i pranoj, madje i refuzoj me forcë. Nuk ka njeri mbi faqen e tokës të cilit i bën dëm vlerësimi dhe respekt. Mos haro o prind se djali apo vajza jote shikon e dëgjon çdo ditë kush e di sa videoklipe, shoqërohet me kush e di sa shoqe, të cilët e ftojnë drejt veseve dhe kënaqësive të caktuara. Po ti çfarë bën që ta udhëzosh në rrugë të mbar dhe ta tërheqësh drejt vlerave? I bërtet dhe i ulurin? Kur ulurimet dhe britmet nuk kanë qenë dhe nuk do t'jenë joshse për një të ri apo një të re. Profeti Muhammed paqja qoftë mbi të u abesonte sekretet më të mëdha të rinjve dhe të rejave musliman. Sekretin e migrimit të profetit paqja qoftë mbi të për në Medinë e dinte vetëm Ebu Bekri dhe vajza e tij Esmaja. Ajo i furnizonte me ushqim për 3 ditë me radhë në shpellën e malit Theur. Asë kohë Esmaja ishte 20 vjeçe dhe ishte e vetmja që e dinte vendndodhjen e profetit paqja qoftë mbi të, i cili kërkoi nga e gjithë Meka. Nuk ka vlerësim më të madh për një të ri se sa ti besosh një sekret madh. Usame ibn Zeid ishte vetëm 16 vjeç kur profeti paqja qoftë mbi të e zgjodhi si komandant të ushtrisë muslimane, edhe pse në ushtri ndodheshin burra shtetit të tillë si Ebu Bekri dhe Umeri. Zoti qoftë i kënaqur me ta. Mos mendoni se ishte diçka e zakontë, pasi shumë muslimanë nuk ishin dakord me këtë, disa të tjerë shfaqën pa kënaqësi dhe e kundërshtuan. Ata i thanë profetit paqja qoftë mbi të: "Apo e emëron komandant të një ushtrie në mesin e cilës ka burra si Ebu Bekri dhe Umeri?" Profeti paqja qoftë mbi të ju përgjigj: "Ai e meriton pasi është shumë i aftë. Ushtria e tij do të nisej në luftë me Bizantët, një nga perandoritë më të fuqishme të kohës." Vallë, si mund të jetë edukuar Usame ibn Zeidi që të meritonte besimin e të dërguarit të Zotit, edhe pse në moshë të njohur, duke emëruar komandant të ushtrisë muslimane? Profeti paqja qoftë mbi të sikur i thoshte çdo të riu në moshën e Usame ibn Zeidit: "Ti je shumë i shtrenjtë dhe i vyer për mua." Në të njëjtën kohë, ai u dërgonte një mesazh shumë të rëndësishëm
dhe prindërve, nënave e baballarëve të cilëve u thosh: u besoni fëmijëve tuaj misione dhe përgjegjësi të ndryshme, edhe të vështira ndonjëherë. U thoni se tashmë janë rritur dhe kanë besim se do ta përmbushin misionin me sukses. Edhe nëse duket sikur bëjnë kalamallëqe, bëjni të ndihen të mëdhenj dhe të rritur. Besoja makinën ta çojë ta rregulloj, besoja shpenzimet e shtëpisë për një muaj.